A e kina i shoqe që kish performu në cirk. Kjo mundet me t'inglu pak e çuditshme edhe qesharake. Po femnat e para që janë marrë me fitness, s'kene kanë pas cirkun. Para se palestra mu bo vend ku ti punon për veten, për shumë femna ka qenë skene cirku. Një freak show i vërtet. Në fund të viteve 1800, cirku ka qenë vendi i vetëm ku një gru ka mujt me tregu forcën e saj të vërtet. Katie Brumbaugh pat hyrë në skenë kundër Eugene Sandow, që njihet si baba i bodybuildingut modern. E bile kjo e fundit, edhe pat ngrit pesh ma shumë se kjo, para publikut edhe e ka ndru emrin në Sanduina për mu tall pak. Pastaj vjen Kate Roberts, që e ka njoft si vulkana. Kjo jo veç që ka performu në skenë, po një herë edhe pat hyrë në një teatër të mbulun prej flakëve për me shpëtu kuaj. E pak ma vonë, Abby Stockton ka qenë një prej grave të para që e ka marrë fitnessin seriozisht jashtë cirkut. Ajo është stërvit në Muscle Beach me teshat improvizume, se në atë kohë as s'ka ekzistu veshja adekuate sportive për gra. Kjo është e para që ka organizu gara, ka shkruar artikuj edhe e ka shty bodybuildingun e femnave për para si kulturë mainstream. E sot, ka hala njerëz që forcën nuk e shohin si diçka femërore, edhe pse historia na tregon ndryshe. Fal këtyne figurave, palestra sot nuk është mo spektakël, po është standard. E ti, për me pa ma shumë video si kjo, bënë follow Urbanin në krejt platforma sociale, se dhe subscribe në YouTube.